Unë e quj lakoriç me kungujt njom, po emri ndryshon sipas zonave. Pak rëndësi ka emri se i përgatitën në këtë mënyrë del gjatë të hash. Ju ftoj ta provoni. Atëherë filloj me recetën, kungullishkat mas i kena la, i grim në rende, masanej i kalojmë në një kullojës makaronash, shtojmë krypen, përzim mirë dhe i lam me pushu për 15 minuta që të lëshojnë langun e tyne. Masanej i shtrydhim mirë me dorë e i kalojmë me njanë. Tash në njanë thellë i hedhim vezë, shtojmë vojën e ullinit, qumshtin, përzim mirë e masanej hedhim kungujt që përgatitëm përpara. Përzim prap, masanej shtojmë djathin e bardhë të grimcum, hedhim djath kaçkavall të grim sipas dëshirës, përzim mirë e masanej e shtojmë mielin semolina, mielin e grunit pak fryrës, përzim mirë derisa masa të bëhet homogjene, e kalojmë brumin në tepsi me letër furre, pak vaj ullinit, e hapim mirë në krejt sipërfaqen e tepsisë, pak vaj ullinit sipër dhe e fusim u pjek në furrë para ngrohtë në 200 gradë derisa të jetë gati.